Sot është dita e fundit e qëndrimit të tyre në Durrës, pasi pas disa orësh do të kthehen në vendin e tyre, Austri. Po largohen me përshtypjet më të mira nga vendi i shqiponjave, pasi përgjatë këtyre 7 ditëve të qëndrimit kanë parë shumë çka që ofron Shqipëria turistike dhe ndihen shumë të kënaqur që zbuluan vendin e vogël për të cilin shumë pak dinin. Është një vend fantastik, shumë i mirë për ne turistët austriak. Sot është dita e fundit, kemi ndenjur 7 ditë. Vi për herë të parë këtu. Jemi një grup miq. Na ka pëlqyer për herë vendi juaj. Shqipëria është shumë e bukur, pamësitet historike dhe arkeologjike të vendit tuaj. Na pëlqyen shumë, jemi të kënaqur me çmimet dhe ushqimet tuaja tradicionale. Kemi parë shumë qytete, sitet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore, si dhe muzeet tuaj. Më vjen mirë që zbulova kaq shumë gjëra në Shqipëri. Veronika Huemer është për të dytin vit në Durrës. Ajo pret dhe përcia grupe turistike nga vendi i saj lindjes dhe na shpjegon cilat janë gjërat që preferohen më shumë nga turistët austriak në Shqipëri. Sipas saj, në vitet në vijim, numri i turistëve nga Austria pritet të rritet, pasi përshtypjet e mira kanë mjaft rëndësi për imazhin turistik të vendit. Turistët austriak qëndrojnë një javë dhe e pëlqejnë shumë vendin tuaj. Ata ndihen shumë të mirë se ardhur këtu dhe çdo gjë u pëlqen, ushqimit, çmimet, natyra e tjerë. Ata nuk dinin shumë gjëra për Shqipërinë dhe surprizohen kur shohin shumë gjëra interesante dhe moderne në të njëjtën kohë. Ata vizitojnë Sarandën, Vlorën, veriun e vendit dhe më pas vinë në Durrës. Reklama më e mirë për ju janë përshtypjet e tyre të mira që ata u akalojnë familjarëve. Krahas turistëve të huaj që këtë vit e hapën sezonin turistik që në muajin mars kanë nisur të rikthehen dhe bashkëdhetarët tanë nga Kosova, të cilët zgjedhin kryesisht oferta turistike të fundjavës, por si e parashikojnë këtë sezon strukturat akomoduese. Mund të themi me plot bindjen që Shqipëria po kthehet në një nga destinacionet e preferuara të Europës. Mund të themi që edhe pjesa e luftës ka ndikuar, pasi shumë rezervime që kanë qenë rezervuar në Turqi po anullojnë dhe po shohin Shqipërinë si një vend, si një destinacion të sigurt dhe po preferojnë të anullojnë Turqi dhe të vinë në Shqipëri dhe ka pasur kërkesa, po themi kërkesa të vondshme për pjesën e rezervimeve për sezonin 2026. Në mesin e muajit prill, rrugët e Durrësit janë të mbushura me grupe turistësh të huaj. Nga operatorët turistik, ky duket një augur mjaft i mirë për një sezon të suksesshëm.